zyra për mbrojtjen e viktimave. Kemi ngritur edhe aty disa shqetësime që lidhen me zbatimin e legjislacionit të Kosovës në raport me procedurat që zhvillon gjykata për mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve të mbrojtur padyshim. Nga zyrtarët e gjykatës jemi informuar për rrjedhat e procedurave që zhvillohen në këtë zyre dhe natyrisht janë ngritur disa çështje që lidhen me mënyrat jo të njëjta të trajtimit në palët të dëmtuar në procedurat gjyqësore në sistemin e Republikës Kosovës, sepse veç kjo gjykatë ka për obligim nismat pikërisht të dispozita ligjore. Pastaj jemi taku me mbrojtjen e të akuzuarit, të cilët kanë shprehë qëndrimet, pikpamjet, shqetësimet që ata i kanë në raport me krejt procesin, të cilat na do të hartojmë një raport të detajuar, të ketë publik në të ardhmen, por që për disa çështje që janë ngritur të takohet të saj. Dhe e fundit ka qenë vizita që kemi kryer në qendrën e parapërkimit, kur kemi takuar dhe kemi zhvilluar një intervistë me zotin Paçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi. Ajo që ka du me thonë, këtë rast është që krejt vizita dhe komunikimi me këta persona kanë qenë nën monitorim plot, në pamundësi me marrëshënime dhe në kushte që konsideroj që të cënojnë rënd pavarësinë dhe të drejtën që ka avokati për polici mekanizëm për parandalim torturës dhe si institucion kushtetues për mbrojtjen e drejtave të njerëzit të ketë çështje të papenguar në komunikim me persona që ndodhen në parapërkim. Natyrisht që shqetësimin ka me ngritë edhe në gjykatë, edhe në mekanizmat tjerë kombëtar, sepse për mua brenda mandatit tim 5 vjeçar ka qenë hera e parë që unë detyrohem ta me zhvillu një bisedë me një person i cili ndodhet i privuar nga liria në një formë të tillë që kësaj është kundërshtim me gjitha rregullat që Këshilli i Evropës, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit, Komiteti për Parandalumin e Torturës i Evropës i ka përcaktuar, duke kërkuar që komunikimi të jetë i lirshëm, i papenguar, i pamonitoruar dhe të jepet mundësi plotë e monitorimit. Kemi pas edhe një kërkesë për takim me gjykatën. Gjykata kanë deklaruar se kanë të pamundur për shkak se nuk ndodhen aty. E njëjta gjë ka ndodhur me avokatin e popullit, i cili ka kërkuar që biseda të qellohet përmes Zoomit dhe për arsye se nuk ndodhet në hall, pra sa duket nuk qëndron në hall, për specializuara, për çka unë kam preferuar që këtë takim ta mbaj pasi të kthehemi në Kosovë, se kam kushtet më të përshtatshme. Dhe natyrisht komunikimi me gjykatën do të kishte qenë me interes, sepse krejt këto që unë sot po i them para jush, para media, para publikut, para qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe publiku tjetër më të gjerë, sigurisht që kisha mja transmetu dhe kisha mja thonë drejt për drejt kryetarës së gjykatës. Ajo që kemi vrejt ne gjatë kësaj vizite është që ka pas këtë procesi që është zhvillohet në këtë gjykatë, për cilët me një mungesë të llogaritmës dhe transparencës, shqetësim që është ngritur nga palët që i kemi takuar, dhe si rezultat i një mungese të tillë del që po cënohen parimet e kontrollit demokratik, gjë që rrit pasigurinë në publik dhe dëmton edhe integritetin e gjykatës, por edhe besimin publik. Kemi vrejt ose spaku është konstatu një fakt që lidhet me raportimin e gjykatës që i banë shteteve tjera, pra nëse ekziston një raportim dhe një formë e raportimit që është jashtë kornizës kushtetuese dhe institucionale të Republikës Kosovës, padyshim kjo prek dhe dëmton rënd transparencën institucionale dhe krijon edhe një lloj frike e cila vazhdimsi është pa në opinionin tonë publik, flas kryesisht për autoritetet publike që me diskutu dhe me monitoru e me mbikëqyr punën e kësaj gjykate, por në anën tjetër natyrisht është në kundërshtim me
praktika që gjykata evropiane të drejtave të njeriut ka vendosur në raport me llogaritjen dhe studimin e ligjit dhe funksionimin e gjykatave duke u bazuar në parim. Kemi pa mungesë të transparencës, ose të themi transparencë të ulët të procesit gjyqësor, dhe këta kemi vrejt gjatë gjithë kohës, jo vetëm gjatë këtij monitorimi, për arsye se transparenca nuk nënkupton vetëm prezentimin e të dhënave që autoriteti publik i konsideron të nevojshme, por kryesisht lidhet me çështjet që ngriten si shqetësim nga publiku. Dhe për një numër të madh të çështjeve që unë do t'i referohem në vijim, asnjëherë gjykata dhe autoriteti i kësaj gjykate nuk ka dalë me qëndrime për me qartësu, me heq dilemat dhe me garantu që procesi është transparent, është demokratik, është i bazuar në parimet dhe standardet që garantojnë një gjykim të drejtë dhe të paanshëm. Natyrisht, kur flasëm për këtë çështje, kjo bie në kundërshtim me standardet e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, që kërkojnë që gjykimi në parim të jetë publik përveç arsyeve të forta të sigurisë dhe gjithmonë kërkohet llogaritënia në raport me autoritetet që e kanë kriju në raportimi para shtetit në jurisdiksionin e cilit funksionon kjo gjykatë. Kemi ngritë si shqetësim shkeljet e parimit të barazisë armëve dhe nga ajo që kemi kuptuar gjatë kësaj vizite është që nga 40 ankesat që mbrojtja i ka parashtruar pranë kësaj gjykate gjatë procedurës, 39 janë refuzuar, një është aprovuar me kthim në rivendosje dhe prapë është refuzuar, që do të thotë kemi një situatë kur gjithçka që prezentohet, kundërshtohet dhe atakohet nga mbrojtja refuzohet, dhe kjo lë hijet dyshimi për funksionimin e mjetit efikas juridik, duke pas parasysh edhe hierarkinë që e ka kjo gjykatë, e cila vepron në një ombrell duke i përfshi brenda të njëjtës strukturë të gjitha si themi shkallët e gjykatës, por edhe institucionet të pavarura siç është avokati i Kortit të Dhomës Specializuara dhe gjykata kushtetuese e dhomave specializuar. Këto rrethana krijojnë perceptim të njëanshmërisë dhe cënojnë parimin e barazisë së armëve, që janë garantuar në Konvencion 6 Konvencionit Evropian të Drejtave të Njeriut. Sa i përket provave, kemi asë dy probleme tjera, që unë duhet me i tekstu sot dhe besoj janë interes të publikut. E para ka të bëjë me sigurimin e provave ose administrimin e provave të siguruara nga autoritetet e Serbisë, qofshin këto nga autoritetet tjera publike apo nga shërbimet e inteligjencës, për cilat gjykata asnjëherë nuk ka sqaruar se nëse këto dokumente prova po administrohen pa u verifikuar lishmëria, mënyra e rregullt e sigurimit të tyre, gjë që e bëjnë këto prova të kenë problem në vetë integritetin e tyre, pra kalimin e pragut të besueshmërisë, duke pas parasysh faktin se Serbia në vazhdimsi ka marrë qëndrim armiqësor dhe palës mbrojtëse në këtë rast nuk ka pamundësu verifikimi i burimit të provës dhe legitimitetit sigurisë të tyre. Kështu që duke cënuar edhe parimin e reciprocitetit dhe duke anashkaluar ndihmën juridike ndërkombëtare që zbatohet në raste të tilla përmes bashkëpunimit ndërkombëtar, unë konsideroj që lën dyshime të shumta për shkeljen e parimit të sigurimit të barazisë së armëve, por edhe të asaj që konsiderohet procedurë e rregullt të sigurimit të provave në procedurë. E dyta ka të bëjë me librat dhe publikimet e ndryshme që përdoren si materiale prodhuese. Konsideroj që problemi qëndron në faktin se këto libra janë të pastrukturuar dhe paraqesin kontekstin historik e publicitar, por nuk paraqesin asnjë mënyrë prova të siguruara gjatë procedurës gjyqësore dhe si të tilla konsideroj që do të jenë një precedent i veçantë i cili nuk di që ndonjëherë është përdorur në praktikën gjyqësore. Kemi vërejtë edhe kufizime të drejtave të paraburgosura brenda hapësirave të burgut, si në
kohën ose orarin e kontaktimeve dhe vizitave familjare, ashtu edhe në monitorimin e plotë të këtyre vizitave, duke cënu parimin e privatësisë dhe jetës familjare, dhe ajo që neve na del më shqetësuese për çka do të kërkojmë përgjigje nga gjykata dhe autoritetet përgjegjëse është fakti se vendimet për kufizimet e kësaj natyre janë me pacaktuar. Por ajo që unë do të them për fund kësaj pjese është që në ditët në vend avokati i popullit do të përpilajë një opinion, po do të paraqes në mënyrë të detajuar të gjitha këto dhe çështjet tjera që do dalin në përkohë. Dhe këtë opinion do t'ja adresoj të gjitha mekanizmat ndërkombëtar, të gjitha mekanizmat vendor, ato që janë aktualisht, sepse sapo e morëm në lajmin e vendimit të presidentes. Megjithatë, e ardhmja do të tregojë që përfshirja e institucioneve të Kosovës në kërkesën për llogaridhënie, raportim dhe monitorim të kësaj gjykate ka qenë detyrë e shtetit dhe unë mendoj lënia pa këto standarde ose heqja dorë nga këto të drejta që ka pas shteti ka dëmtuar procesin dhe do të jetë një përgjegjësi e madhe për gjithë ne. Është standard i ndërkombëtar i përcaktuar që institucionet e pavarura të drejtave të njeriut nuk mund të kufizojnë në monitorimin e drejtave të njeriut, sepse është e drejtë absolute. Pavarësisht faktit që amandamenti kushtetues, vetë kushtetuta, edhe ligji për dhomat e specializuara i kufizon kompetencat e avokatit të popullit në jetë, asnjëherë nuk flitet për monitorim. Askush nuk mundet me e privu institucionin avokatit të popullit dhe mua si avokat i popullit me i trajtu dhe me ngritë shqetësime kur kanë të bëjnë me drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Prandaj edhe unë kam bërë vizita, prandaj edhe unë kam bërë monitorime, prandaj edhe kam bërë raporte, prandaj edhe kam raportuar në popullit edhe në tek autoritetet publike. Ajo që është më rëndësishme tek këtu është që krejt këtë çështje është dashur ta ngrisë zërin avokatit popullit nga specializuar. Fatkeqësisht nuk ka bërë një gjë të tillë. Konsideroj që ky institucion përveç që funksionon si avokat i popullit i vetë gjykatës, sepse është mbrana një strukture dhe i raporton kësaj gjykate, ka edhe shumë mungesa të tjera të mekanizmave që avokati i popullit i Kosovës i ka. Në këtë rast, avokati i popullit nuk i raporton, dhomat specializuar nuk i raporton Kuvendit të Kosovës, nuk dihet kujt jep llogaridhënie, në fakt shqetësimet e tyre më shumë i ka paraqit mbrojtja. Në herën e parë të vizitës janë ngritur më shumë shqetësime që lidhen me furnizimin me prova, redaktimi provave deri në arritje të situatës ku nuk i kanë kuptuar ato, me standardet që i aplikon kjo gjykatë në raport me jurisdiksionin, kësaj radhe më shumë shqetësime dhe ankesa kanë paraqit mbrojtja. Dhe ankesa kryesore e mbrojtjes ka qenë frika e tyre që në mungesën e mbikëqyrje efektive në një raportimi e llogaridhënie në raport me autoritetet e Kosovës, kjo gjykatë mund të merret në arbitrare. Që shpeshherë janë standarde që kërkohet edhe nga instrumentet ndërkombëtare, nga se garantojnë që gjykata do të veprojë në kuadër të mandatit të vet që ka e jo të interferojnë nga qëndrimet të jashtme që mund të shpeshherë edhe të natyrave tjera. Patjetër që autoritetet e Kosovës janë tregu i pasive në si themi në përmbushjen e përgjegjësive që kanë pasur ndaj një autoriteti që vetë kanë qenë. As Kuvendi nuk ka kërkuar asnjë raport nga gjykata, por as qeveria nuk ka kriju mekanizma të cilat kishin me monitoru, qofshin këto dhe mekanizma ndërkombëtar, për çka jam shumë interesuar që tash edhe pse në këtë fazë duket fam, me pas një grup ekspertësh ndërkombëtar eminent të fushës, të cilët kishin me monitoru procesin edhe në mënyrë interaktive, edhe me dalë me qëndrime dhe opinione që kishin me ndihmu arritjes së këtyre standardeve që kanë konsideruar.